Sot me që ishte kohë e mirë, dalëm ka pemë, njërë se kam gati një dilim pemë veç, të shprej, edhe nisa me shartu. Mas i shartova një mollë, që atje se kam gjithë, kam shku kam marrë të mallat e fermës, të ishë mallat e fermës, që të pa, edhe mas i gjenerejnë, do me thamë pemë, se s'janë të nabon mirë si këto që pi blem që tash, po na pra ishën shpejt, nërsa ato të fermës, edhe sot e kësaj dite janë bon që kaq, edhe vazhdojnë të bon pa krasit, pas përkat, pa kurgjohish. Edhe janë konë shumë mollat mënyra. Se jena rrejt që atje me lope me të hangër, tash i kena marrë këto edhe do të bëjnë edhe një eksperiment, mas i kom shartu mollën dhe me thonë, do ta shartim në hurmë, se më kanë thonë që bën mollën me shartu me një hurmë. Edhe tash do ta shartim këto edhe do ta shohim, a bën as bën. Tash këno përdorim qirë në atë shkënjë, për me zanë frejmën mirë, se duhet me zanë frejmën, besoj se këtë procesin e shartimit e dini se sa shumë e vështirë, pra e digjen, veç problemi o qaje, futi pipat, duhet me i gdhenjën pak pipat, edhe veç duhet me zanë frejmën mirë me qirë, e shkron qirin, edhe masane, unë kam zgjedh, ka edhe kjo është i mirë, po unë ma mirë përdori izolant elektrik dhe me thonë. Më duket se është tërgat ma mirë, kjo edhe ja zem frejmën ma mirë se sa kjo, se kjo është shumë i hollë, në fakt, më ka dhanë rendiment edhe kise, thuja se për vete bëjnë ka një shartim shumë në i digj, tek tuk. E izolojmë që tash, mas si këna menejmë se ja këna zanë frejmën mirë me qirë, edhe pak që du. Me izolantin e shtërgim sa ma fort. Këtë problemi është që kjo s'duhet me marrë frejmë. Pra pa ndash zoti kjo zë. Se kuptuat pa dash zoti zbohet kur gjonë. Ne thjesht duhet me i bon shërbimin. Me që jena edhe në Ramazan. Është edhe ma mirë.